Të nderuar shikues të RTS, vazhdojmë tutje me pjesën tjetër të këtij misioni, pra me musafirin në studio dhe siç ju paralajmëruam, do e kemi në lidhje të drejtë për drejtë Abdullah Sadikun nga Mitrovica, politolog, do të flasmi për disa zhvillime të fundit që ndodhen në Kosovë, konkretisht mes palës kosovare dhe asaj serbe. Të nderuarin e kemi në lidhje, apo e përshëndesmi, përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit ndëruar, atëherë po fillojmë me që jeni nga Mitrovica, po fillojmë me Mitrovicën apo me veriun e Mitrovicës, që presidenti serb Aleksandar Vučić më shumë se sa një herë e ka cekur dhe ka thënë se do të ketë trazira në veri të Mitrovicës, duke referuar zhvillimeve të fundit apo vendimeve, nëse mund të themi kështu, vendimeve të qeverisë Kurti. Si e shihni ju këtë? Në drejtën që ka qenë prekshme, pasi që asamblesë sa të zgjedhur në Kuvendin Komunal të Mitrovicës Veriut, kanë dhënë propozim që të hapet për qarkullim ura mbi lumen Iber. Kjo urë ka qenë problem historik, nga pas lufta, ka qenë problem qarkullimi njerëzve. Qarkullimi njerëzve në vetura, pasi që kalimtarët mund të qarkullojnë edhe mbi lumen Iber përmes urës së Iberit, mirë po qarkullimi me vetura është i pamundur për shkak të i ka qenë një mull sherrri kjo urë. I nderuar, me falni, s'ka mundësi mikrofonin pak më afër, më mbajnë me qenë se nuk po dëgjoni edhe aq mirë kënej tek studiot tonë. Vetë një moment. Po, pa problem. Po të shumë tash më mirë? Po, shumë më mirë. Kërkoj falje se isha me ndëgjoj se edhe nuk e dita që nuk më ndëgjona mirë. Po filloj edhe një herë prej fillimi pyetjen që bëre. Pa problem. Paralajmërimi për morën e një vendimi të ri nga ana asamblesëve të sapo zgjedhur në Mitrovicën e Veriut për lirimin për qarkullim me vetura të urës së Ibrit, unë e shoh se një hap shumë pozitiv, ndërsa ato pretendimet e presidentit Vučić për probleme dhe për trazira të reja në veri, mund të themi se i kam pritur, edhe po shpresoj që qytetarët e pjesës veriore, më saktësisht komuniteti serb nga pjesa veriore, të jenë më syqele, të mos bien pre e propagandave të dashakeqësve. Për arsye se presidenti Vučić gjithmonë përmes bandave, përmes personave banditave të tij ka tentuar që t'i manipuloj serbët e Veriut, mirë po, unë e shoh si një hap pozitiv, pasi që ata kanë fillu që një farë forme t'i hapin sy të mos bien pre e provokimeve të presidentit Vučić. Por Vučić ka potencial, ka fuqinë e vet në veri që mund të trazoj Veriun, siç në shumicën e rasteve përdor listën serbse në këtë rast. Po, kjo është më së e dishme edhe fatkeqësisht përmes metodave banditeske ka tentuar që edhe përmes friksimit ka tentuar që qytetarët e komunitetit së pjesës veriore t'i instrumentalizojnë në mënyrë që të krijojnë trazira të reja. Mirë po, ta themi, ajo e mira në anën e keqe të kësaj është që më herët kur janë zhvilluar bisedime në Bruksel ose kudo tjetër, më shumë në Bruksel, gjithmonë pola serbe ka qenë ajo që në farë forme na e ka diktuar neve atë rrjetin e dialogut. Për shembull, nëse një temë nuk ka qenë hiç në rand të ditës në Bruksel, presidenti Vučić përmes personave të tij, përmes personave famkeq të tij në pjesën veriore, i ka instrumentalizuar serbët, janë krijuar trazira në pjesën veriore dhe pastaj ajo se për çka është shkuar të bisedohet në Bruksel nuk është biseduar, por është biseduar për ato trazira që janë shkaktuar, për tema që nuk kanë qenë në rand të ditës të bisedohet hiç. Mirë po, tash unë e shoh si një anë pozitive, edhe mund të themi që ka filluar të ndrojë rrjedha e dialogut me këtë çështje të presidentit Vučić.
A është evidente edhe a mund të krijojë trazira gjithsesi, pasi që ende pjesa veriore kontrollohet nga kriminalët, i quaj ashtu anëtarët të listës sërbska, mirë po ka filluar që të bie ndikimi në mos të madhe, pasi që qytetarët komunitetit sërb që jetojnë pjesën veriore të Mitrovicës një parforme janë lodhur. Edhe më nuk është në leverdinë e tyre që të dalin të krijojnë trazira, sepse ata po mbesin pasaj as me Serbinë e as me Kosovën. Ka mbetur në një farë status quo-je. Ata kanë filluar të hapin syt edhe të mos bien prej e këtyne provokimeve të presidentit Vučić, çka unë e shoh një hap jashtëzakonisht të mirë, edhe pse mos hapet ura e Ibrit. E dim që mund të ketë pasoja, mund të ketë probleme, mirë po e drejta për lëvizje është një prej drejtave elementare të njerëzit. Po mbesim pak tek vendimi i Kuvendit të Komunës së Veriut të Mitrovicës për hapjen e urës së Ibrit. Disi ky vendim sikur ka lënë në heshtje pa u bërë shumë zhurmë, pa të reagime nga Miroslav Lajçak, por jo siç jemi mësuar të kemi reagime apo presion nga ndërkombëtarët, apo i bie kjo që ky vendim nuk është edhe aq i fuqishëm sa që mund të ndryshojë situatën e urës së Ibrit apo në përgjithësinë e vetë Mitrovicës? Po, ke plotësisht drejt. Në aspekt të fuqisë, ja e larg aspektit juridik, pasi që në aspekt juridik Kuvendi komunal dhe zgjedhërit kanë drejt me marrë një vendim tillë. Mirë po, a do të ketë fuqi ky vendim? Nuk e besoj, edhe a do të hapet ura e Ibrit për qarkullim, unë nuk e besoj. Mirë po, ajo se çka është pozitive, është që ka filluar një ndjenjë e zgjimit edhe të shqiptarët e pjesës veriore, pasi që nashta keni mujtë edhe me pa dhe jo, numri i votuesve adet ka qenë shumë i vogël. Ka qenë një përqindje ndoshta 3 ose 4 ose 5% që ka ndonë në votime, mirë po kanë treguar një pjekuri politike dhe thuaj se gjithë shqiptarët, gjithë komuniteti shqiptar që jeton pjesën veriore kanë dalë për me votu, i kanë zgjedhur anëtarët shqiptar për pjesëmarrje për qeverisjen komunën e Veriut, Mitrovicën e Veriut, dhe fuqi politike nuk ka. Fuqi politike ai vendim nuk ka. Ka kaluar në heshtje, mirë po është një qarje në atë problemin e madh, dhe në momenti kur ka qarje, shpresojmë që këto qarje të vazhdojnë në pjesë tjera, edhe të largohet nga skena një herë mirë ky ndikimi i presidentit Vučić, edhe i kriminalëve të pjesës veriore. Ka rënë ndikimi i Vučićit në pjesën veriore? Po bjen? Sipas jush? Unë besoj edhe shpresoj që po barikodat kanë një tregus i asoj se çka thash më herët, pasi që numri i qytetarëve në pjesëmarrës nëpër këto barikada nuk ishte siç na mësua më herët. Më herët kam njoftuar me u ndez, si të themi, ajo sirena ose uzbuna që ju themi në Mitrovicë, dhe mrena pak minutash ka qenë e mbushur pjesa veriore me qytetarë të komunitetit serb. Mirë po, kohët e fundit, herën e fundit kur ishte kjo çështja e barikadave, ka pasur rënje dukshme. Pastaj pjesëmarrja nëpër barikada ka qenë numër shumë i ulët, pavarësisht presionit që e kam pas prej listës serbska për me marrë pjesë nëpër barikada, që me tregu fuqinë e tyre, mirë po jo, unë e kum pasë një fije shprese që komuniteti serb ka filluar të ndërgjegjësohet, edhe më nuk bjen prej e provokimeve ose propagandave të Vučićit, a ka ndikim ende mjaft shumë. Mirë po, na fat gjatë unë e shoh si gjë pozitive. Takimi i fundit që ishte në Bruksel, pra kuptohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian mes Kurtit dhe Vučić, ishte një takim goxha i rëndësishëm dhe pa deklarata nga të dy njerëzit kryesor të këtij dialogu që si duket për momentin nuk po shifet fundi.
me një anë u tha që ka fituar Kurti ose Kosova nga ato kushtet apo kërkesat që i ka pas, sidomos me rastin e njerëzve të pagjetur, edhe pse është problem çështja e termit që ata kanë zgjedhur, dhe me një anë opozita apo dhe një pjesë e shoqërisë civile po e shohin se Kurti dalgadal po dorëzon dhe po pranon asociacionin me disa kushte të cilat dikur nuk i pranonte. Unë, sipas perspektivës time edhe asaj se çka kam lexuar në më herët, kur kemi shkuar në dialog, parimi i përgjithshëm në diplomaci është që ti duhesh të kërkosh edhe diçka nga pjesa e kundërshtarit, në mënyrë që të fitosh atë se për çka ke shku ti, për pjesën që të takon ty. Ne më herët e kemi pasur, si të themi, nëse pezom, kemi shkuar që të jemi të barabartë me polën sërbe, ne kemi shkuar dhe kemi kërkuar vetëm 20% në asoj se që kanë atakan, dhe në bos negociatave kemi dorë ndoshta edhe me 5%, ndërsa Serbia gjithmonë ka dorë fituese. Ndërsa kjo metoda që po e ndjek zotri Kurti, unë e di që ende ka ato që kanë atakojnë, ende duhet punë, dialogu, nuk është duke ju parë fundi, pasi që jemi duke dialogu me një superfuqi, se në aspektin ushtarak, ashtu edhe në aspektin diplomatik, dhe mund të plotësojnë vetëm kushtet tona është ata që mendojnë këtë, ose nuk janë mirë të informuar, ose jetojnë në një utopi. Pasi që ne historikisht e kemi parë që gjithmonë edhe Evropa gjithmonë e ka favorizuar Serbinë si në dialog, si në çdo gjë tjetër. Apo dorëzohet Kurti në sa i përket çështjes së asociacionit, unë e shoh si çështja e asociacionit unë e shoh si të kryer. Çështja e asociacionit do të bëhet. Mirë po... Por kanë lind disa modele, tash në modeli Kroacisë, disa pika të cilat po mundohet nëse mund të themi kështu kushtimisht jo asociacion sipas tij, por këto pika po e dobësojnë asociacionin. Unë këtu edhe e kisha shpresën në momentin që ka shkuar për të dialoguar, në këtu e kisha shpresën që Kurti, sa i përket dialogut, mund të themi që është një ndër dialogust më të mirë që kemi pas që nga pas lufta deri më tash. Akoma mangësi ka, mirë po të e pos parasysh me kënd për dialogojmë, unë e shoh si një farlloj fitore, edhe pse me humbje të mëdha dhe për neve, mirë po një farlloj fitore. Unë e shoh si hap pozitiv. Apo dorëzohet Kurti, nuk mendoj që po dorëzohet. Mirë po e përdor një strategji shumë të mirë edhe të suksesshme që në mënyrë që të ofroj asociacionin sipas gjykatës kushtetuese tonë, edhe ato se çysh e mendojmë ne asociacionin. Ky e ka vendosur në tavolinë, në rregull. Po do një asociacion, në rregull. Ky është modeli asociacionit që ne po propozojmë. Dhe ne dim që edhe zotri Mustafa, edhe zotri Thaqi, kanë nënshkruar një asociacion që në thelb nuk e kanë ditur se çka po nënshkruajnë. Unë është një hap pozitiv që ka qenë sa i përket çështjes së asociacionit, është kur kanë vendosur që asociacioni të shkojë në gjykatën kushtetuese tonë, edhe në rast se ka shkelje të kushtetutshmërisë për mbrojtje asociacionit, atëherë ato nene të hiqen nga renditës. Mirë po, ajo se çka kanë nënshkruar ata në Bruksel në vitin 2013, në 2015 ose 2016, nuk kemi sigurt, ka qenë skandaloz. Vetë asociacioni ka shkel kushtetutshmërinë, ndërsa tash e shoh si një hap pozitiv, edhe mund të themi që tash nuk po e shkel kushtetutën. Mbetet shihet. Momentin që nënshkruhet asociacioni ose merrem vesh polët në dialog, ai asociacion duhet më ardhë në kuvend me u ratifiku, edhe unë e shpresoj që deputetët e opozitës e dërgojnë në kushtetuese, edhe gjykata kushtetuese mbetet që të shoh se a ka shkelje kushtetuese apo jo. Në rast se ka, parimisht ky duhet të kthehet dhe të mos votohet nga deputetët tonë, dhe
po shpresoj që kanë me ngulmu në atë që mos me pos aspekt asociacioni me qenë pa kompetenca ekzekutive. Mirë po, betet të shihet. Pra, kjo është ajo diskutimi që ndoshta po bëhet, që të ketë kompetenca ekzekutive dhe të mos ketë kompetenca ekzekutive. Pra, që po i bie që kryeministri Kurti po e pranon një asociacion pa kompetenca ekzekutive, por që me një anë tjetër, ajo çfarë u than nga Vučić pas takimit me Kurtin, tha se ne dëshirojmë të kthehemi tek viti 2013 dhe 2015 tek marrëveshja e asociacionit që aso kohë u shifte si një forme me kompetenca ekzekutive. O do kthehemi në 2013-2015 o do kthehemi në zero. Pra, kështu e tha Vučić në deklaratën e tij para mediave. Po unë që thash edhe më herët, esenca e polës sërbe në asociacion është që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive. Nëse asociacioni i komunave sërbe, komunave më shumicë sërbe, ka kompetenca ekzekutive, atëherë minohet juridiksioni i policisë dhe ushtrisë të brenda teritorit Kosovës, pasi që ne dim që edhe komunat me shumicë sërbe janë pjesë e teritorit Kosovës. Këto vetëm edhe nëse nuk ka kompetenca ekzekutive, po shpresoj që nuk ka me pos pasoja tjera, të themi ato marrëveshje që bën mbrapa, marrëveshjet e korridoreve që bën, ato marrëveshje, pasi që në diplomasi këto janë të njohura. Këto nuk po e pranoj, mirë po, nëse hjek një dorë jo prej kompetenca ekzekutive, ju takon kjo, ose tjetra. Gjithsesi, këto e vetëm spekulimet mia. Mirë po, unë u apata jap një ide që në rregull, nëse veç pola sërbe ngulmon që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive, atëherë duhet që në kuvend shumica dyfisht të hjekët. Shumica dyfisht, për ata që nuk e di se çka është, për shembull nëse dëshiron parlamenti jonë prej 120 deputet të ndërmarrë një veprim për ndryshime kushtetuese, një nismë për ndryshime kushtetuese, atëherë duhet që edhe nëse 110 deputet votojnë pro dhe 10 deputet të komunitetit sërb votojnë kundër, atëherë ai vendim nuk mund të jetë i plotfuqishëm. Unë e pata propozuar më herët që edhe nëse themi ashtu, shpresoj që nuk do të ndodhë, por edhe nëse nuk ndodhë, edhe nëse ndodhë kjo që prej presionit të madh të Bashkisë Ndërkombëtare, pasi që Kurti tani më është në një pozicion shumë të disfavorshëm për çështën e asociacionit, pasi që në çdo takim, në çdo konferencë, në çdo lloj takime që mbahet me ambasadorët edhe me përfaqësues, ata i thonë, po sheqja, ju vetë keni nënshkruar asociacionin. Dhe të themi e kanë sjell Kosovën në si pozitë që është shumë e disfavorshme pozita e Kosovës sa i përket asociacionit, mirë po edhe nëse vihet, themi, larg qoftë që Kurti të pranoj asociacionin me kompetenca ekzekutive, atëherë në bagazhin e kësaj edhe largimi i shumicës së dyfisht dhe të jemi në gjendje që pasi që lista sërbe me presionet e saj i ka personalizuar ato 10 ulëset që i takojnë komunitetit sërb, ju takojnë atyre, qysh se prej fillimit garës dihet që 10 anëtar prej komunitetit sërb që janë në garë për ato 10 ulëse, kam i fitu 10 ulëse lista sërbska. Lista sërbska ka qenë një kukull e Beogradit, ka qenë e kontrolluar gjithmonë edhe në çdo veprim që kanë ndërmarrë, ata së pari e kanë pyetur Beogradin se çka të ndërmarrin dhe pastaj e kanë ndërmarrë atë veprim. Nëse arrihet kjo, unë e shoh si një hap pozitiv, edhe pse me pasojat më vonë, mirë po e shoh si një hap pozitiv në rast se ndodh kjo. Mirë po unë besoj te zotëri Kurti që nuk do të lejoj që asociacioni me kompetenca ekzekutive të nënshkruhet edhe të jetësohet Kosovë, pasi që bës një zemër.
Pas takimin në Bruxelles, më njëherë u morë vendimin nga Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal në Qeverinë e Kosovës, Elber Krasniqi, për shkarkimin e ekipit menaxhues për draft statutin e asociacionit që nga Bashkimi Evropian po shifër si shkelje e marrëveshjes. Ndërkaq, pra Kosovës ja kanë tërheqë vërejtën, por jo edhe Serbisë, e cila ditë më parë pra ishte kundër votimit në Këshillin Evropian dhe bëri presion në fakt në disa shtete. Kjo është politika e që gjithmonë prej se mbohet mend. Historikisht Evropa ka qenë jo korrekte sa i përket neve si shqiptarë. Mund janë me dhjetra, me qindra raste. Gjithmonë Serbia them një farformë është ledratuar, ndërsa ne Serbisi i kanë dhënë karrot, ndërsa neve na kanë jap shkopin. Tashmë me involvimin e zotrit Escobar, kjo ka qenë ajo fija e shpresës time që edhe mbas kësaj kohe mund të kemi një marrëveshje që është në favorin tonë, edhe pse marrëveshja përfundimtare, edhe plani franko-gjerman duhet një farforme të jetë një kompromis i dhëmshëm, mirë po pasi që janë involvuar edhe nga Amerikanët, unë e shoh se ti e shpresë pasi që një farforme ta dëshirojnë ta edukojnë Serbinë, mos shkojmë larg, kemi rastin e Ukrainës, është prej vendeve të vetme që nuk e ka dënu agresionin. Edhe prap Evropa të favorizoj një shtet si Serbia, unë e kam parë si skandaloze këtë, a ka qenë vendim i motor i ministrit Elber Krasniqi në aspekt, nëse shqyqim në onën tonë si Kosovë, ka qenë vendim i mirë. Mirë po në negociata ka qenë vendim paksa i pamatur. Mirë po këto është dashur që ta tërheq një paralele edhe Bashkimi Evropian në mënyrë që është formuar një komision për draft statutin e asociacionit. Në rast se jemi pezon, une edhe jo, jena po që jena duke dialoguar, edhe e kemi vendosur një person të tretë, në këtë rast komisioni që ka qenë për formimin e draft statutit. Dhe ai komision ja ka mbajtur në njërës ose që të rëspon, nuk qenë komision nuk ka qenë fatja. Ai gjitha kushte që i ka kërku Serbia, ai ka paraqit si një draft statut. Kjo për neve ka qenë skandaloze. Sa i përket onës diplomatike ka qenë vendim i goxhëm, mirë po, i ministrit Mopeles, Elber Krasniqi. Mirë po, si vendim i pritur, po, gjithsesi ka qenë vendim i pritur. Por si është e mundur që qeveria mos me ditë se çfarë ka në draft statut nga një ekip që është formuar qysh nga viti 2013, nëse nuk gabohem? Po, kjo qeveria, këtu mirë që potencove të se umiku mu prej mendjes këtë taj me shtun këtë. Qeveria këtu ka qenë një falloj forme, më të them, e shkujdesur. Pasi që nuk e ka ditur se ai komision çfarë drafti duke e punuar. Qeveria është dashur që të jetë e mirë informuar para se të shkojnë në bisedë. Këtu është problemi ose dilema, si është e mundur një qeveri mos me ditë se çfarë ka në draft statut pa shku në Bruxelles me pa atje. Si është e mundur me ikë qeverisë kjo? Qeveria Kurti përgjithësi ta kanë ardhur në pushtet mbas 21 vjet, mas 15 vjet gati se opozitë që kanë qenë, dhe në Kosovë kanë ndodhur procese që 21 vjet para se marrë qeveria Kurti. A kanë qenë të mira, disa kanë qenë të mira, disa kanë qenë të këqija. Mirë po, vendimet që kanë qenë kundër shtetit edhe shtetësisë tonë kanë qenë bukur të mëdha. Edhe qeveria Kurti në farforme,
unë që jam të e po prej onës jashtme, është të e pos një farlej, mos të shuj paranoj në kuptimin thelpsor, mirë po, është duke e posë një farlej shkolle, mosbesimi, sa i përket gjitha vendimeve që vinë prej komisioneve të ndryshme, prej ministrive, prej qeverive të kalune, edhe ka hyrë një farë stadi defanziv. Po vjen këtë vendim, e kam bu qeverit e kalune ka qenë gabim. Kjo është arsyeja pse une besoj që kanë qenë të pa informum, ose edhe kanë qenë të informum, vetëm e vetëm që tash edhe pak kohë janë zgjedhjet në Serbi, edhe një ndër ajo që ka e besoj që Kurti ka deshur të bëjmë shkarkimin e këtij komisioni, ka qenë që të zvarritet edhe pak vetëm edhe pak e çështja e dialogut, pasi që Vučić ka një fuqi politike jashtëzakonisht madhe në Serbi dhe e kontrollon një pjesë bukur të madhe të parlamentit të Serbisë, edhe kundërshtari i Vučićit është duke spëlmuar mu në këtë pikë, sa i përket çështjes së dialogut me Kosovën, dhe të themi pas tërë këtyre viteve në pushtet nuk ka arritur që të marrë atë se çka ka dashur Serbia, domethënë që të mos e lejoj një farë ai ka në aspekt sipas tij ai nuk kena antarësuar për organizatën ndërkombëtare. Mirë po marrëveshja që u bën në Washington ka qenë një farë goditje për të, edhe pse ka qenë në plan afat gjatë, ka qenë pro-Serbisë. Mirë po, të themi disi, kjo ka tentuar sheqo. Unë shkoj në bisedime dhe nuk e pranoj Kosovën si shtet. Unë shkoj në bisedime dhe nuk e nënshkruaj marrëveshjen përfundimtare. Dhe Kurti dëshiron që të ndodhë procesi zgjedhor në Serbi dhe të shpresoj që Vučić ta humb atë fuqinë politike që ka dhe Kosova të fitoj diç më shumë nga marrëveshja përfundimtare që nuk e besoj që duhet nuk e besoj që ka marrë dhe shumë kohë, pasi që edhe Evropa, themi një farforme, dëshon që ta përfundoj sa më shpejt këtë proces, janë involvuar edhe amerikanët dhe unë e shoh si kjo marrëveshja përfundimtare ndoshta jo në këtë vit, mirë po në vitin tjetër, gjasa që të kemi një marrëveshje përfundimtare me Serbinë janë shumë të mëdha. Përmendët tek fuqia e Vučićit, pra nëse bie fuqia e Vučićit në këtë zgjedhje, do të vijë dikush në vend tina që do të jetë më i mëshirshëm thonë ndaj dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? Po, pasi që kundërshtari Vučić nuk ka qenë pjesë e kabinetit të famkeqet Milošević dhe momenti që ti nuk e ke shumicën në parlament dhe në parlament, në fakt, atëherë ti një farforme duhet të bësh pak zëlshime në mënyrë që të arrihet një marrëveshje, ose për shembull nëse një marrëveshje që është në dëm të Serbisë, atëherë ti duhesh me lëshu pak aspekt. A kanë me qenë më të mëshirshëm? Mendoj që po. Mendoj që po, pasi që është frymë e re edhe në Beograd dhe njëri prej politikanëve të Serbisë gjatë pavarësisë kishte ardhur në Kosovë dhe unë e shoh si me një farë dëshirojnë që edhe ambasada amerikane në Beograd ka insistuar që të lindë një frymë e re në Serbi me politikanë të ri dhe i ka përkrahur këta politikanë, pavarësisht që Vučić që ka fuqinë politike dhe nuk mundën me anashkalu, mirë po është një farë, unë e shoh një dritë në fund të tunelit, nëse dialogu zvarritet edhe për pak kohë deri pas zgjedhjeve që do të bëhen në Serbi. A kanë me qenë më të mëshirshëm? Po, unë e shpresoj që po, duke i parë edhe
duke backgroundin e tyre si politikan, dhe ne dim që Vučić ka qenë ministri propagandës në qeverinë e Milošević, gjithashtu Dačić njihet për urrëtitjen patologjike që ka ndaj neve si shqiptar. Një vizitë që isha në Beograd para pak kohe, e vrejta një si të themi një farforme edhe lodhje nga ana e qytetarëve, edhe që ata që jetojnë në Beograd, në mënyrë që dëshirojnë vetëm të arrihet një marrëveshje përfundimtare. Aspekti globalizimit ka bërë që njerëz ta shohin ndryshe edhe politikën, edhe botën, edhe gjithçka. Dhe edhe serbët, edhe ne shqiptarët dëshirojnë që në popullatën e thjeshtë serbe, kjo çështja dallimeve thuajse nuk ekziston te gjeneratat e reja. Gjeneratat 30, 35 vjet. Problemi është te këto gjeneratat e vjetra. Aty është problemi. Po shpresoj që në Serbi kanë marrë fryt e re në këto zgjedhje që kanë më mbaj, edhe të shpresojmë që kanë me pas një farë qasje më konstruktive ndaj neve, edhe të i pranojnë disa nga gabimet që i kanë bërë. Të nderuar, falenderoj shumë që gjatë të kohët jeni pjesë e këtij emisioni. Pengesa për juve, kërkoj falje për pengesat teknike që kanë ndodhur gjatë transmetimit, e falenderoj shumë edhe për juve. Ishte kënaqësi, ju përshëndesim. Ditë e mirë. Ishte pra të nderuar shikues, në lidhje të drejtë për drejtë Abdullah Sadiku nga Mitrovica, politolog në pika të shkurta, diskutuam për çështjet apo rrezikshmërinë e një eksesi nëse mund të ndodhë në veri të Mitrovicës, çfarë dhe ju referua presidenti serb Aleksandar Vučić pas vendimit të Kuvendit Komunal në veri të Mitrovicës, dhe sigurisht po ashtu edhe takimet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë, apo delegacioneve mes të dyja shteteve në Bruksel, se përket kërkesave të Serbisë dhe njëkohësisht plotësimit të kërkesave nga Kosova, dhe anshmërinë e Bashkimit Evropian apo të Evropës, që pra në shumë, si që tha edhe Sadiku, që mbat mend që asnjëherë pra nuk është dashur, nuk i ka dalë shqiptarëve në mbështetje Evropa, gjithmonë ka pasur kësi shkelje të drejtave apo të anshmërive. Gjithsesi, sipas Sadikut, Kosova do ta pranojë asociacionin, por pa kompetenca ekzekutive. Po ashtu në takimet e Brukselit mes Kurtit dhe Vučić, është diskutuar dhe çështja e pagjeturave, që është problem edhe termi se si është kërkuar. Njëkohësisht ai po thotë që çështja e largimit apo shpërbërjes së ekipit që ka themeluar draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe është diçka që ndoshta qeveria Kurti nuk e ka ditur se çfarë mban këtë draft statut, dhe Kurti qëllimshëm për shtyrën apo për zvarrit këtë proces, pasi që në Serbi do të ketë zgjedhje dhe shpresohet që ndoshta Vučić mund ta humbë fuqinë politike në parlament dhe në qeveri, e që pastaj mund që Kosova ndoshta të fitojë diçka më shumë nëse vije dikush tjetër në pushtet. Miq dashur, dëgjues dhe shikues të RTI-s, kaq për këtë emision, për këtë ditë dhe për këtë javë. Ne vikendeve nuk jemi bashkë me emisionin, por jemi bashkë me programin e RTI-s. Do takohemi të hënën, deri atëherë mi mbetshi dhe miru dëgjofshmi e u takofshmi.